Kosova po shënon sot ditën e të zhdukurve, ndërsa numëron edhe rreth 1907 persona të zhdukur nga lufta e vitit 1999. Edhe 10 vjet pas përfundimit të luftës, familjarët të zhdukurve vazhdojnë të bëjnë thirrje qeverisë dhe institucioneve ndërkombëtare për zbardhjen e fatit të familjarëve të tyre. Nga Prishtina njofton korespondentja jon atje Dona Demaj. Në listat e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq edhe mëtej janë emrat e 1907 qytetarëve të Kosovës, fati të cilëve mbetet i paqartë edhe 10 vjet pas përfundimit të luftës. Kosova sot shënon ditën e të zhdukurve në shenjë kujtimi për ngjarjet e 10 vjetëve më parë në fshatin Meje të Gjakovës, ku kishte ndodhur njëra ndër masakrat më të mëdha në Kosovë. 377 shqiptar u morën nga forcat serbe në këtë fshat më 27 prill të vitit 1999. Një pjesë e tyre u zbulua në për vite në varreza të ndryshme masive, ndërsa ende nuk dihet për fatin e 27 prej tyre. Familjarët e të zhdukurve po u bëjnë thirrje autoriteteve vendase që të punojnë më shumë në zbardhjen e fatit të më të dashurve të tyre, ndërsa autoriteteve ndërkombëtare që t'i bëhet trysni më e madhe Serbisë, sepse siç thon ata në arkivat e Beogradit mund të gjenden informata për shqiptarët e vrarë 10 vjet më parë. Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq pati filluar 4 vjet më parë ndërmjetësimin e bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për çështjen e të zhdukurve, por edhe më tej rezultatet janë të pakta. Familjarët e të pagjeturve në Kosovë bëjnë thirrje që sa më shpejt të bëhet i ditur edhe identiteti i mbi 400 trupave që vazhdojnë të mbahen në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Zyrtarët e Komisionit Ndërkombëtar për persona të zhdukur kanë kërkuar ndërkaq edhe mbështetjen e familjarëve për identifikimin e trupave dhe në këtë kuadër është paralajmëruar edhe mundësia e zhvarrimeve të trupave që mund të jenë identifikuar gabimisht. Kosova doli nga lufta me mbi 5000 të zhdukur, ndërsa edhe 10 vjet pasaj numëron edhe rreth 1900 persona të zhdukur, pjesa më e madhe e cilëve shqiptar të Kosovës. Një pjesë e trupave të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës janë zbuluar në varreza masive në Serbi, kryesisht në qendrat e stërvitjeve të forcave të posaçme të policisë serbe, ndërsa trupa tjerë besohet se mund të jenë varrosur në vende ende të panjohura. Për Zërin e Amerikës, Dona Demaj, Prishtinë.